Reperi i njohur Niçi ka përfunduar në prangat e policisë mbrëmjen e sotme. Raportohet se incidenti ka ndodhur në kryeqytet. Reperi është ndaluar fillimisht për një kontroll nga njësia speciale, teksa po qarkullonte me veturën e tij. Gjatë kontrollit të ushtruar, efektivët kanë gjetur një armë pa leje, fakt që ka bërë që Niçi të shoqërohet menjëherë drejt stacionit policor për procedura të mëtejshme ligjore. Ky zhvillim vjen vetëm pak ditë pas tensioneve të raportuara nga menaxheri i tij Bini Nebiu. Ky i fundi deklaroi se ishte zënprit nga reperi Don Xhoni, vëllai i tij dhe rreth i tyre, incident gjatë të cilit sipas tij i është demoluar vetura ndërsa ndodhej në shoqërinë e familjes. Mbetet për të parë se si do të procedohet me rastin e reperit Niçi në orë në vijim.